は知らないお前だけれど俺は前期いつかで会うきっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳にそうさ前期その輝きこそ愛という無限の力だバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンAs këtu nuk pas ka fara të karumës. Por nëse aftësia jote e nuhatjes është e mpret, mund të jemi në rrugën e duhur. Ha? Mos u përpiq të na ndjekësh nga pas. Do t'ishte më mirë të dilje jashtë, Hiromaki. Jo keq, qeni hynor, princi mbretërisë së vdekjes, je shumë i zgjuar. Unë jam Hiromaki, profeti që ndjeku udhëzimet e mjeshtrit të madh e ngajt. Çfarë? Babaj tim? Ka ndonjë problem me atë zotëri? Me ndihmën e aftësive të mia, unë mund të gjej me lehtësi farat e karumës. Nëse më urdhëron ti, unë do të largohem me një herë dhe do të gjej sa të duash. Çfarë ke ndërmend? E di që ti nuk e besim tek unë, por unë thjesht po ndjek urdhrat e Zotit e ngajt. Dhe sigurisht mundësia që kam për të punuar për krahë është një nder i madh. Fantastike! Sot është konkursi i shigjetave në shkollën e mesme Tsuchimikado. Jam shumë e lumtur që Sayaka u zgjodh për të marrë pjesë. Ajo është arkëtarja më e mirë në qytet. Zonjusha Sayaka, ti e më e mira. Bravo, të lumt Sayaka! Ti nuk kupton fare. Çfarë do të thuash? E ke shumë gabim nëse mendon se po të godasësh një shenjë qëllimi vetëm në lojën me harqe. Broritjet e tua të padurueshme si majmun mund të shpërqendrojnë këdo. Çfarë te? Bukur, shumë bukur. Kjo ishte gjuetje fantastike. Edhe ajo është fantastike. Hey, kush është ajo? The nuk po e nje? Ajo është harkëtarja numër 1 e shkollës së mesme Mikuria, Ichiko Nasu. Ajo është si ato harkëtarët e famshme që dalin një herë në 100 vjet. Aha, me një harkëtare si puna e saj, ne nuk kemi asnjë mundësi për të fituar. Shigjeta, ndryshon drejtim. Shikon, të kapa! Tani ma jep shpejt bukën ose të vrava, more vesh ma jep! Mos u çmendej Gjozenki? A ke ndonjë ide se çfarë bëre? Më lere hat, moj skipilece! Mos u pret me ato duar, more vesh! Oh, çfarë po ndodh këtu? Hej, zonjushi Ichiko, vërtet ç'ishte kjo? Nuk ishte asgjë. Sayaka, mezi po e pres ndeshjen tënde të ardhshme. Mos ke gjë nevojë për ndihmë? Pater, pse nuk na thua çfarë nuk shkon, ha? Unë jam i sigurt se një djalosh inteligjent si puna ime që ka kaluar shumë eksperjenca do të gjejë zgjidhje. Ta lutem, prif, mbyll gojen. Mos je shqetësuar për ndonjë gjë që ka të bëjë me zonjushi Ichikon? Me zonjushi Ichikon? Po, në fakt ajo ishte në konkurs. Zonjusha Ichiko ishte mike ime kohë më parë. Ne shkonim bashkë në kursin e judos.
asnjë nuk mund të krahasohet me aftësitë e saj për të shënuar. Gjithmonë kam ëndërruar që një ditë të gjuaja si ajo. Ajo ishte shembulli im. Dgjoj, qitja është një betejë kundër vetes tënde. Vizatoje tabelën në mendjen tënde dhe shënote ajo sikur ti ishte tabela. Mirë. Por unë sot e pash që ajo nuk ishte vetvetja. Nuk e kam parë ndonjëherë të gjuaja aq lehtë. Ajo s'po ndjente asnjë emocion. Ke të drejtë, kishte diçka të çuditshme në mënyrën se si gjuajti. Të ndryshosh stilin e gjuajtjes shumë kohë pas goditjes është pothuajse pamundur. Mos po thua që është pushtuar nga ndonjë farë. Them se ka mundësi. Çfarë? Është pushtuar? Po pse a nuk e pe se çfarë ndodhi kur ajo ishte duke gjuajtur Çaki? Por si gjetat edhe mund të ndryshojnë drejtim apo jo? Si mund ta quash vetëm priftëresh kur je kaq e pafajshme? Por është e gabuar edhe kur e thot një priftëgja. Mirë pra, gjithsesi ne duhet ta kontrollojmë këtë situatë. Shikoj, gjithë këto gjëra që shkëlqejnë. Pse mos të marrim një, a? Zenki, mos i prek ato me dorë. Ato janë trofe shumë të shtrenjtë. Faleminderit që pritët. Pushtuar? Unë? Farat e Karumos thithin dëshirat njerëzore dhe i kthejnë njerëzit në përbindësh të tmerrshëm. Ne thjesht donim të bisedonim me ty që të siguroheshim se je mirë. Kjo është qesharake. Atëherë po më thua që jam qitë se përbindësh? Dëgjoj zonja Ichiko. Shiko punët e tua. Nëse keni dyshime në aftësitë e mia, pse nuk e shikoni vetë më mirë? Tobi, sill harkun. Çfarë do të bëj tani? Me 10 vjetë stërvitje nuk është ndonjë gjë e pamundur të godasësh me shigjet në vendin e duhur. Morët vesh, të ndryshosh drejtimin e shigjetës është vetëm një pjesë e kësaj, vetëm kaq. Çfarë mendon ti, Zenki? Nuk e di, s'njej ndonjë gjë tjetër përveç erës tënde të keqe. Nuk po marr asnjë të dhënë. Nuk ju vë faq që mendoni se unë mund të jem ndonjë lloj përbindçi. Është e dukshme që je xheloze nga që unë jam më e mirë. Nuk është e vërtet. Ti mendon se je bërë mjeshtre në fushën e harkut, por ajo që po bën është thjesht godet tabelën pa ndjenja. Sayaka! Ti e di që gjithmonë të kam admiruar, por Ichiko që kam njohur unë godiste çdo shigjet me pasion. Çfarë të ka ndodhur? Dëgjoni, më vjen shumë keq që u kam shqetësuar. Eja, shkojmë. Prit! Bëj siç të thash, do kujdesem unë për çdo gjë. Faleminderit për kohën që na dhat. A je sigurt për këtë? Haroje fare, Tobi. Një fare Karumës nuk ka mundësi ti the vërtet, apo jo? Ka kaluar koha që nga jo ditë e shënuar, kur pemën e Karumës e rrezojës të uhijap. Farat e Karumës që u shpërndan gjeten shumë vende për të shlodhur, pjekur dhe të bëheshin më të forta. Tani do edhe pa kohë që më në fund edhe kjo të mbije. Për mua kjo është e pamundur. Kokutej nuk ka zbuluar ndonjë farë të Karumës te kjo vajzë. Me sa duket miku im, njerëzit kanë formim fizik të ndryshëm, që nuk i lejon ata të shndrojnë në përbindësha, edhe nëse ata janë të pushtuar nga fara e Karumës. Ndërtim fizik, the?
gjellërohu pak, Sayaka. Po, Zenki nuk ndjehu ndonjë gjë nga Ichiko. Pra të paktën e dim që nuk është pushtuar nga ndonjë farë Karumës. Mirë, po atëherë përse ka ndryshuar kaq shumë zonjusha Ichiko? Sepse... Sayaka! Do që ta lësh sportin? Si mund ta thuash këtë në një kohë si kjo? Mos haro ndeshjen tjetër që po vjen sa hape mbyll syt. Nuk e ke seriozisht, besoj. E di që ti je mësuesi im dhe është e vështirë për ty të dëgjosh vendimin tim. Por unë nuk mund ta bëj më. Mendoja se do t'i mbaja fuqitë e mia të mbyllura brenda përgjithmonë. Por ritet brenda meje. Dhe nuk mendoj se mund ta mbaj më të fshet. Shiko këtu, Tobi. Shiko se që mund të bëj me fuqitë e mia. Ky është sport i vërtet? Nuk kam të drejtë të prek moshigjetat me dorë. Atëherë duhet të jetë e vërtet gjithçka që than ata njerëz përpara në Karumës. Është e vërtet. Çfarë? Kush je ti? Zonjush Ichiko, ti duhet të ndihesh e nderuar që je zgjedhur nga fara e Karumës. Është e kotë të mundosh të fshesh fuqinë e saj. Po çfarë ke bërë asaj? Mos jo, Tobi! A je mirë? Unë jam mirë, po ti si je? Mos u shqetëso, jam mirë. Gjithsesi jam e lumtur që pata mundësi të shikoja këtë. Tani bëj çdo gjë që të do zemra jote. Lejoj dëshirat e tua të fluturojnë. Tani heqi prangat e arsyetimit. Hape zemrën dhe lere dëshirat të fluturojnë. Ichiko, ëndra ime ishte të isha në një konkurs përballë teje. Isha shumë i shqetësuar, Chucky, prandaj unë të ndoqa nga pas. Sayaka! Chucky, ako! Ajo është... s'ka mundësi. Dhe unë tani zgjoj angjëllin mbrojtës. Do t'i çliroj fjalët magjike me shpatën sekrete. Sulmi hapur! Sulmi hapur! Forca të binatyrshme ringjallu Zenki! Sulmi hapur! Forca të binatyrshme ringjallu Zenki! Mbrojtësi Zenki, u ringjall përsëri. Ta tregoj unë bishe Karumës. Ndalo, të lutem ndalo. Zonjushe Kazue, po ti? Zoti Tobi! Ju lutem më dëgjoni pak. Ajo bishe zonjushe Ichiko në një trup tjetër. Kisha të drejtë. Por si?
Unë nuk po e kuptoj. Do me thënë, si nuk arriti Zenki që ta nuhaste? Çaki, ti duhet ta ndihmosh zonjushën Ichiko. Qetësi, fati sa i varet nga shpirti dhe mirësia e zemrës së saj. E kuptuat? Nuk ka të bëj fare me të. Sulmi art Bogati! Si guxon ti? Kënaqu duke parë se çfarë do t'i ndodh për Binçit të Karumës, miku im I dashur. Nuk jam miku yt. Briri art! Arma që do të shkatrojë errësirën do të më jap mua fuqinë e nevojshme. Rojtari Koz, o draguaj art! Sopata e art e dragojit art! Kape këtë! Përse nuk po punon pistoleta? Zenki! Sfera mbrojtëse! Kaq shpejt mbaroi sa të dobët qenkeni, dhe unë mendoja se do të argëtoheshi më shumë. Zonjusha Ichiko! Zonjusha Ichiko! Mos e lejo fuqinë e Elixis të kontrolloj fuqinë tënde luftarake! Mënyra se si Shigjeta po të drejton ty është shumë e çuditshme. Nëse mendon vetëm për fuqinë e Shigjetës, ti nuk do t'jesh asgjë më shumë se një vrasëse. Nuk I asgjë përveç se një njeri pa vlerë. Mendon se bisha e Karumës e ka humbur aftësinë për të kuptuar dhe arsyetuar ato që thua ti? Zonjusha Ichiko! Zonjusha Ichiko! Mos e bëj! Unë e di çfarë kërkon ti përbindesh. Mjeshtre! Angjëll mbrojtës përfundimtar! Forca! Mahar! Samaskara! Forcat përforcuese! Angjëlli mbrojtës përfundimtar Zenki është këtu! Qeni hynor, zotri. Të lumt, Hiromaki. Po, Zenki është I frikshëm dhe I fuqishëm. Mallkuar qofsh. Zonjush Ichiko! Nuk mund ta besoj që nuk e ndjeva Shigjet që po vinte. Duket sikur princi I mbretërisë së vdekjes po plaket. Çfarë të marrësh që janë ata? Nuk mund ta besoj që ata duan ta marrin ushqimin tim të shishëm. Ichiko! Mirje! Ichiko! Tani janë vetëm 2 finaliste, Ichiko Nasu nga Mikuria dhe Sayaka Nagumo nga shkolla e mesme Mikaros. Kush do ta fitojë raundin final?
Fituese është Ichiko Nasu, nxënëse e vitit të tretë në shkollën Mikuria. Ishte ndeshje e bukur, a? Por unë fatkeqësisht nuk krahasohem fare me ty, Çiko. Shumë faleminderit prej teje. Duhet t'jem unë e para që të falenderoj. Falju të gjithë, kuptova se sporti që unë praktikoj është një sport që dhuron kënaqësi.優しいね